Me rastin e 7 majit, ditës së policisë së Maqedonisë së Veriut, në Gostivar u organizua një aktivitet i hapur nga sektori i punëve të brendshme, i cili synoi afrimin e institucionit policor me qytetarët dhe rritjen e transparencës për punën e tij të përditshme. Aktiviteti u zhvillua në hapësirat e shkollës së mesme të gjimnazit, ku morën pjesë nxënës, mësimdhënës dhe qytetarë. Pjesëmarrësit patën mundësi të njihen nga afër me pajisjet që përdoren nga policia në fusha të ndryshme të veprimit, përfshirë sigurinë në komunikacion, sigurinë publike dhe teknikat kriminalistike. Gjatë ngjarjes u prezantuan automjete policore, pajisje të njësive të komunikacionit, mjete operative dhe instrumente kriminalistike që përdoren në hetime dhe në punën e përditshme të policisë. Pjesë e prezantimit ishin edhe pajisjet për analizë kriminalistike, mjete për zburimin dhe sigurimin e provave materiale, si dhe pajisje teknike që përdoren nga njësitë speciale dhe patrullat policore në terren. Punonjësit policor dhanë sqarime për funksionimin e tyre dhe demonstruan nga afër mënyrën e përdorimit të disa prej mjeteve. Përveç prezantimeve teknike, u zhvilluan edhe biseda të drejtpërdrejta mes policëve dhe nxënësve, ku diskutuan për çështje të ndryshme që lidhen me sigurinë, parandalimin e kriminalitetit dhe bashkëpunimin qytetar-policë. Nxënësit u shprehën të kënaqur me këtë lloj prezantimi, sidomos me ata që kanë në plan nesër të jenë pjesëtar të uniformave blu. Mendoj se është e rëndësishme sepse çdo nxënës besoj duhet ta zgjedhë drejtimin e tij. Dhe sipas kësaj mendoj se duhet gjithë të kenë ndonjë interes apo diçka për këtë drejtim më shumë. Sepse ndoshta policia është diçka e rëndësishme për ne. Duhet gjithçka rreth kësaj të dimë apo kriminalistikës, gjërave të tjera. Diçka arritet të mësojsh sot që nuk e di? Arrita të mësoj shumë gjëra pra që nuk i dija rreth këtij drejtimi apo kësaj gjëje. Mësojmë se ne duhet jemi të drejtë edhe duhet i respektojmë rregullat. Jemi veshur me këtë që na mbron nga rreziqet dhe duhet jemi të sigurt në këtë punë. Çfarë mësove diçka nga ky aktiviteti që nuk e di më parë? Mësova se ky drejtim është shumë i rëndësishëm në vendin tonë për të drejtat tonë. A do bëhesh nesër një polic? Po, është një nga dëshirat e mia për të bërë polic. Kena pa helmeta, pancira, pendrejka, çdo gjë. Më thonë që kanë rënë për 7 maj dita e policit. Mendoj se është rregull kjo do të shkojë ke shkollat e mesme për të rit, për të vazhduar, shembull dikush e ka mendimin për të vazhduar për policë. Edhe mund të shkojë për çfarë. A do të dash nesër thjesht një polic? Po, patjetër. Për çka? Për çfarë arsye? Për mbrojtjen e qytetarëve. Unë vetë du të bëhem polic dhe më pëlqen këta sendet e policisë. Më thonë, nuk isha lidhje për forcat policore dhe ishte interesant, kënaqësi. Më thonë një pancirin, me ndrekun dhe këndmbrojtësin. Pam helmetat, prangat. A ju pëlqejnë aktivitetet e këtilla? Po. A do të dash nesër me të bësh edhe ti një police? Po, e kam dëshirë të bëhem police. Jemi shumë të gëzuar që edhe policia sot, se mësuam shumë gjëra të reja për policinë, se kam ëndër të bëhem police dhe më pëlqeu kjo aktivitet. Nga sektori i punëve të brendshme u vlerësua se ky aktivitet kontribon në forcimin e besimit të ndërsjellë dhe në ndërtimin e një raporti më të hapur dhe bashkëpunues me qytetarët. Një aktivitet i ngjashëm me përmbajtje dhe qëllime të njëjta u mbajt edhe në Tetov.